njerëz si gjithmonë ju du fort, po sot jam me një djalë që kam pas kështu një marrëdhënie shumë speciale në Big. Këtë dhe meriton me Kiçin i kisha 2 muzat e mia. I kisha 2 djem që i doja fort. Ky është Mersini, që i thojsha unë në futboll, dhe është një nga djemt më simpatik që mund të ekzistojë. Ja ku e kemi. Unë thjesht ftesa që më bëri gazi sot ishte se papritur se dje u takuam rastisht vetëm kur morën telefon për ditën e sotshme, thjesht i kënaqësies, nuk e dija fare se për çfarë teme të ndryshme do flisnim, nuk e kisha iden, thjesht kënaqësia me net me gazin, kujtoj ato momentet, menova direkt më mirë te gazi, pastaj më mbrapa të shohim. Po varet se sa zjat se di, se më do mundi me gazin shkoj çik. Patjetër, po ti marrojmë një këto, mohabetet që kemi këtu, pastaj të vazhdojmë ja. Do kisha qef ti që dhe meritoni këtu. E kisha meritoni. Po më thoshin po ti ishim bashkë, sa sti si koha. Mund ta bëjmë në një puntatë. Ata kisha ditë që vjen e kisha bë. Po s'u shkoj as mendja mua, se mund të kisha ardhur nëse do e dije që ishte më përpara, se para një javë se diku ashtu. Pastaj kemi qenë njerëz se kanë pas, sepse tani kanë qenë dhe në gjumë ata këte ustajnë e kena në gjumë, këta të programacionit, edhe se kanë pa, po ne të tre, unë, Meritoni dhe Gabrieli, kemi bërë shumë batuta aty. Ishte periudhë që sa e vazhduam atë pjesën e bukur, aty pastaj fillon duke u ndarë. U bëm të rrezikshëm, duhet ikshim. U bëm se fillon hapëm tema që sishin aty sishin. E mamën ka qenë një temë e bukur që po të rregoshin, na ka treguar për njërin që ishte me punë Zari, nuk e di, që po boshim gjasë tip morali për anti kumarin aty këto, tregove për një tip nga Tirana e Re, se më mos i na the emrin. Është super historia, se mamën tamam. Po që dhe me flok gjata, me kështu e kam pas shok, që ka pas emin gazim duke se puna jote. Fikse. Te që një histori e bukur. Sa kam të regu aty dhe të mërshme e dikush është e Gabriel. Si kanë dhonë, Allah. Asu se kuptoj atë pjesën që... Mu më zorën ka qenë një kështu nga këto, se unë para si dhja e mi si meme si kështu, edhe bicikletës, por njerëzit nuk e dinin që bicikletës, se ti jep jam mbrapsht, si parç kishte njëjtën forcë. Se zakonisht bicikleta ikën poshtë, edhe mu dolën që shi ky ikën mbrapsht, jepsa bicikletës mbrapsht, po më boja herë para herë mbrapa, ishte e rënë nga 2 krahë. Sakt. Edhe është për të kriju muzikatura në 2 krahë. 2 krahë, po asi se njerëzit e kuptojnë për jep boshkë, se s'ka fuqi jep mbrapsht, ne duhet sigurisht jep mbrapsht. Për fuqi ti e Meritoni ishit ti, Meritoni, Romeo ishit. E çuditshme se edhe Lora nuk bën shumë, më që në Big Brother të më përpara kanë pas bërë Lora kështu për shkak, tash s'kishim shumë, ditë Lora që patëm edhe ato i lanë. Po ishin gjithë puna ishte të lodhesha unë se isha më i madhi, po ato nuk e dinin që un kam bos borën kotën verit. Po thjesht edhe më nëse gazi myll sytë edhe myll e menja, po menja ishte veshi ishte 3 herë më pip se sa normalisht. Ti e di edhe puna, ajo pjesë e gjumit ishte një nga strategjitë. Edhe kur hapte syrin, hapte pjesë kështu që nuk duket që ka, pjesë shifte edhe çaka, lëvizën njëri nga pozicioni. Ka qenë njëra e bukur me që ashtu, se më kujtohet, isha jashtë, po ishte ora 4:00. Ishte edhe ftohtë kohën kur ishim ne. Pa. Edhe unë kisha edhe të që kishim batanie, por ja kështu dhe thash, dikush do vi pesh këtu. Edhe kur vjen Nisa, vjen dhe Romeo. Po ata nuk po shkonin mirë me njëri tjetrin. Po ishin ato momentet. Dhe unë sa e ndjeva që edhe tak mbylla sytë dhe isha në gjumë. Edhe ulën këta e fillon, i dëgjojnë gjithë planet e tyne, të pastra fare. Kuptohet që regjia si jep tek ne, po unë e merrsha vesh. Ma domenja në fillim ato kanë thonë ky shi gazi në gjumë, aha ky në gjumë, që kanë filluar ato se tek ishin e kishin zakonisht. Që kanë gjumë mirë. Dhe unë isha kështu, do të thonë në gjumë tamam dhe i dëgjoja për qef. Edhe ziheshin për kështu, se kanë qenë miq jashtë si duket, edhe ziheshin që po miu ti pse ma bone kët. E ke parasysh, ndërkohë që në imazh unë i dija se këta nuk njifeshin, nuk shkonin mirë. Unë s'dija se gjeva aty gjithë njifshin. O çu kënaqja unë aty. Ai mora vesh gjithë gjërat, thasha se rregulloj unë këtyre. Edhe kaq ishte, kaq. Kaq, po puna është që ti si hapësh si ta së fundi thosh që ngjova. I majtë përmend ato gjithë atë nesërmen. Edhe kështu. Edhe kanë qenë të bukura, kurse pjesa jote ishte që ty për shkak na tregoj sikur dëgjon të merri, më qafsh. Se Meri e bukur ishte aty brenda, se unë sa futa, ditën e parë kisha frikën e gjumit, se mos nuk del gjumi mëngjes. Se kisha idenë që vënin muzikë edhe kështu. Çfarë muzikë? Sirena. U afrova pas mezi më të madhe kështu e ke parasysh edhe thash po afrohem me këtë fola Merit, po më çik mohabet,
E thash nesër, I thash unë ti zgjohesh herët, po tha. Nesër I thash do bëjmë kështu, do vish për qafosh ti sa të zgjohesh, I thash. Edhe pas nesër në një ditë një ditë. Ja këtë se di. Patjetër tha ajo si jo. Unë kisha ardhur nuk u zgjoja nga gjumi. Do të jashi ti vetëm pa fillu muzika akoma, vjen për qafon Meri. Hapsi tuna vetëm Meri zgjut gjithë në gjumë unë dhe Meri. As 10 minuta filloi muzika, po s'kishte nevojë për Meri. Ti the jetë e funit tani. Nesër I thash unë do vi unë të përqafoj. Meri prapë mund nesër erdhi përqafoj, se mos sa ashtu s'ndipej shumë, çotë më herë. Krijove kur se në një moment u lidhët shumë, krijove ndonjë emocion real për Merin? Fatikisht të drejtën, kam dalë edhe për darkë me Merin, mbasi kemi dalë nga Big Brother. Pra, diçka ka pas aty. Aty s'keni pas dhe kamera, kështu që. Meri ishte nga këto persona, kështu që I kishte shumë qejf sepse janë të padjallëzum, edhe I thonë gjonat siç I kanë. Ta të padjallëzum siç I kanë, por na herë do ta mënosh pak. Që ato I thonë direkt, edhe çaj gjona dilçin mirë, çaj gjona dilçin keq. Edhe ajo pjesa tash që ti nxjerr keq, e botë gjithmonë e krijon debatin Meri, siç I thoshte për shembull, siç I tha Rikes, se më mund që I dha çaj gjona kështu që ishin të përshtatshme. Nisi edhe me atë me Rozën, me Rikes I tham duket parën që I tha Rika për moshën. Edhe I theshte atë pjesën. Po me Rike dhe kishte të vjetë se s'dini gjoj, kishin që në ashenser. Ashenser, bravo. Edhe pjesa e fantazmës, ishte edhe pjesa e fantazmës, e kam nisë unë I pari. Unë fillova që shtysha Meri pjesën e fantazmës. Që thoshe diçka. Po, pastaj vazhdoj loja edhe kam dalë nga biku, vazhdoj akoma pjesën e këtyre. Po jo, ajo kishte parë. Po ajo e di ka parë. Ajo ka parë ku në mbyllnin e mrena dhe ndronin ato skenografin. Po, pjesët e këlltuqeve këta. Dhe kur ndronin ato, ajo ka dalë për të shku në tualet, dhe kur ka pa ata të lëviz shpejt, se kanë fik drita dhe edhe aty thonte ajo ka fantazma. Ka fantazma, po jo, se ne e shtym, unë nga smoqja që shtyje. Ju pastaj sajnë djetë aty shkut. Po. Pastaj ne e kopjun direkt, se filloi Romeo me Lisin, boshi me Batani, erdhi fantazma, erdhi kështu. E bon sken ato nga mendimet që kishim ne fillu. Gjë e bukur. Kopime, se Lisi I bota I përshtaste mirë ata. Po ti për shembull, marrim kështu. Kush nga gocat bëri më që mund të mendoje ka qenë forca aty brenda tash. Unë do më thonë kur pyetën aty brenda për gocat e kështu, thjesht I thash, siç apo ta thonë atë, ta thonë atë brenda, që kush duket, I thash, vallai, nuk është se më duket diçka ndonjëra të kem ndonjë simpatie dhe kështu, s'është turp më thonë se për këtë gjë jemi futu. Thjesht për vesën, kjo më duket si më saktë, domethënë për qendra. Jo të pëlqimi, po më duket më e kompletuar nga të gjitha. Se duhet ta njohësh akoma, se s'isha bërë as mohabet as asgjë më atë. Edhe kisha thënë vetëm emrin e kësaj. Edhe tash vjen momenti që me Sarën që kishin ngarnu ti e ku di unë kështu që tash kaloi java pas kisha fol po ti pse s'flet mua pse kështu ashtu. Edhe ishte mohabeti që I thash unë kam thënë vetëm për I emër aty, jo që thon për mua që ikëm të dhoma rrëfimit. Pastaj diskutuam ç'e ishte kjo. Edhe të nesme që u zim pastaj. Po. Që thash atë shprehën ona që dollarin. Po për dollarin, pastaj që më tha pa ato butolliqet e tjera, po që ishin thjesht shkëndia koti, po vetëm këtë kam thënë. Kur pyetëm pastaj ku erdhën këto hyrjet e reja, që më pyetën po këto të tjera si duken, duket se ka hyrë Arta më mbrapa. Jo, e Arta, po që Arta ka hyrë 3 ditë. 3 ditë, po ka kjo Dea, Eriola, po edhe këto, edhe I thash e njëjta situatë akoma I thash, se s'është që më përshtatet, bilese si më pyetën për Erion, I thash shumë e madhe për mua, me krevat tek dhe zmell nga krevati, se shumë proporcion drejt dhe mua. Eriola king. Gjithë ishin njerëz shumë mirë, po aty duket se Arta të pëlqente. Arta domethënë nuk është se nuk kisha atë te gustet e mia, thjesht si karakteristik shumë pëlqente shumë. Edhe tash jashtë, edhe tash jashtë e kam shumë shoqe. Biles edhe motrën e Artës, Anën edhe Artën I kam që mbaj marrëdhënie akoma dhe jam shumë rregull, domethënë kam respekt shumë dhe kanë respekt shumë. Jemi takuar rregullisht. Arta të përshëndesim. Kam pas zemër të kam pas. Edhe meritonin njëkohësisht, Drini që na iku që në fillim, me këto kam mbajtur domethënë këto kontakte. Unë e vujtën çika të Drinit, biles aty unë nxeva çik me Ilnisën, se ishte problemi që në një moment se mu 3 muaj përpara më kishte ikë nona. Po, dhe unë mendoja që mos I ka ndodhur gjë Drinit. Ajo ikje aq e papritur. Po, është e çuditshme ishte. Se nëse na jepshin informacion dhe njerëz se nuk e kuptonin dhe unë pata shumë real një vujtje që sikur ti kishte ndodhur gjë, domethënë është të mërshme, dhe ti je në mrenën big. Sidomos për mua, se unë vetëm Drinin dhe realisht tash që jemi mas tyne kam takuar jashtë, e dje që do u fuste. Rastisht e kam pas një orë, edhe thjesht ta jemi takuar që do fute, me kam me 2 mendje kështu, po
që e dija që do futeshe. Edhe pastaj biles për ty, do të më kisha dëgjuar, por nuk e dija që do ishe brenda apo do ishe brenda. Më ka pastan më kishe dëgjuar. Më ka pastan Kristina, është një burr që është shumë këngur që thotë do fitoj do bëj, po nuk dija që ishte gazi. E ke parasysh fare, mos ne kam bërë lidhjen se Kristina do ka pasur ty më duket. Që ka qenë aty, pastaj brenda kam bërë lidhjen. Po vetëm me Drin, ka qenë një moment biles që ku ishte kjo me banane që thotë që flisim njëri tjetrin, nga që isha si më i thjeshtë aty nuk më njihshin. S'po vite asnjëherë banane, kështu që s'vite. Po thjesht Drini për shkak fustën e në lojë dhe kështu, se ai doli shumë shpejt. Pastaj edhe unë të vetmi që kisha, po normal. Se unë të njihsha më mirë nga të gjithë. Thjesht me Drinin që më kisha thënë që nga jashtë do përpiqem, të kisha thënë që s'jam, nuk i di mirë, më nxji nga pak nga situata sa ta marrën vetën. Dhe na doli dhe Drini si më na preu pak pastaj. Po. Shiko, Drini do ishte lojtar i fortë. Unë them që shumë i fortë, Sepse Drini po ta vesh re, që në fillim mori liderin, do me shumë pak ditë ai pati një performancë shumë fortë. Ai diti përshtatsi mirë, domethënë, edhe këtë pjesën e naivitetit, edhe këtë pjesën e të folit edukatës edhe kështu, edhe këto debatet ai përballon, e duron domethënë edhe deri diku. Nuk e di, se kam pyet pse doli, pse iku Drini, po. Unë se di, unë kam ndetur edhe mbrapa domethënë jam takuar shumë herë kështu me Drinin, domethënë se shkojmë frekuentojmë një të vende kështu. Po s'është që kam pyetur se më ka ardhur si sikletë kështu, thjesht i kam thënë që të duhet gjë ose kështu, na thuaj për çdo gjë, mund sepse faktikisht kur kam dalë nga atje dhe gjithë shoqëria që kam jashtë kështu, kam thënë vafet mirë edhe i ka ardhur si gjinatën, ka thënë pyet më të Drinin nëse do duhet diçka dhe kështu. Po kishe kode kështu që të merreshe vesh si ishe jashtë. Ja, fare. Kishe ne kështu. Unë jam futur aty, Ne pas dhëmësh në gjë. Fare, as i lloj gjëje. Unë jam futur aty kështu pa lidhje fare, pa këto kodet, pa çorapet, pa këto budalliqet, s'kam pas as i lloj gjëje të tillë. Biles e mend edhe rrobat kur erdha kisha shumë rroba, dola me pak rroba, shifja rrobat aty mëna pastaj që këlloshin mëna. I morën, ë? Po më dolën aty se që ashtu, kisha qef. Edhe më kanë thënë gjë. Më bë qefi aty, më bë qefi atë moment kisha ditëlindje kur dola mbrapa që më përshëndetet ajo pjesa kisha të meriton atë bluzën e Brooklyn që patalon. Po. Ai është shumë pjesë e bukur. Po vasisht gjithave që ishin mëna, kur përshëndesin gjithë ishte shumë e bukur. Mirë ishte. Jo, ty të deshën gjithë. Mendoj që po të kisha ne domethënë edhe atë javë do shkoja shumë më mirë. Pavarësisht aty, si që thash më përpara, ishin ca që ishin më lart, ishin më kështu, po aty u lirova, pa ta filluar debatin që me Romeo, me këtë, me atë, isha liru totalisht fare. Jo, ty erdhe, po, mirë, ajo është, e di si është. Është një lloj si ka thënë një lojtar shumë e fortë. Unë tha 100 ditë e para s'mora vesh fare ku ishe, pastaj u forcova e vëra. Normale, sa aty për shkakun arritet atë pikën që vinin njerëzit vetë diskutonin atë flisin me mua për shembull. Siç ishim bashkë neve të dy, vinin njerëzit vetë më parë nuk vinin. Këtë kishte si problem fillimun. Që menoja ora çfarë do të bëj, çfarë do të bëj. Po perceptove mirë ti se kalove 4 nominime rresht. Prandaj them të kishe kaluar edhe të tjetrin, kjo do ishte akoma më e fortë, kjo do ishte më e bukur. Dija që po të kaloj edhe atë ti siqesh më. Po atë thoshte Juli biles, atë thoshte Juli. Atë thoshte Juli, e më mend në këtë. Si kishe marrë me Julin? Si kisha më ata se nuk doja fare. Si kisha qef fare. Ta thash shumë. E majta mend që atë darkën e parë, ja se harrova, se kam këtë tipin që ditën e parë po të fiksova, domethënë që sesa mua. Edhe zakonisht këtë se kam kapur, se kam kuptuar që kam. Po jo, se jam futur edhe në debatun, se ishte një herë muhabeti për vendin që nuk e lçova të vendin aty, e ke parasysh që Desim me zëndjet? Po jo, ishte se mbaj mendsi ishte fiks debati me Meritonin me kështu edhe aty u kundërvuna edhe në prime era. Që s'para u fusha në për këto tema çupat aty sikur filloi po mvlote pak nga brenda dhe kundër përgjigje edhe atje. Ka qenë një debat me Meritonin me Julin, nëse më mend. Kur kemi qenë të lidhur nga dora. Ka qenë një çik debati nxehtaj. Edhe se më shkoj më që do bëhet ashtu. Jo, ajo do kishte ndodh shumë keq, po unë i bëra shenjë Meritonit që mos. Po që ishim bashkë kemi qenë me një grup, po, ishim të lidhur bashkë. Unë kisha Julin gjithë. Ka qenë një pjesë që na ra pjata, e hodhe ti me unë ti dhe ai thuaj Fationi. Atje ja që hodhen pjatën pse hodhi gazi kështu. Jo, letrën. Letra në gjë të tillë. Edhe që u nxef Fationi. Po isha unë ti dhe ai kemi qenë të lidhur prandaj. Po. Dhe Juli kishte në krah, ishte Olci, Lediona, se ka qenë me ne Juli. Me ne? Me ne ka qenë. Juli po me ne. Po ajo ishte zgjedhje ishte çiksun për mua, po s'ka gjë, se i diun ata. Se më si e hodhi ti kështu atë ta. Jo, nga isha i lidhur, nuk arrita me ja dhënë dorë, po e shkëputa. Me ja dhënë dorë. Sa i mori një, duket Julit i mori letër, ja mori kështu,
Dhe unë e hodha dhe tjetër, dhe letrën tjetër. Po, a japi dorën duke thënë po ti e gjas me hodha, i tha ç'jam. Jo, jam arsye, po mirë, ajde, po ishim çik vonë. Pastaj unë xeve ti kur shava unë pa pyet fare kur hyra në banjë. Po, ka qenë fort dhe ajo pjesa. Po ti shumë mirë, po në ato show aty ishte fiks me ne merrshim. E që super skena. Aty pas të maceroj dhe ky, domethënë ky Vini që ishte pjesa që filloi këtë debatin, jo muslimanët, jo këto, duke na e futur atë pjesën e kësaj aty. Ne I futën loj me atë. Po na e futën dhe çapja I Fationi aty pse. Aty për shembull kishim shpëtuar, se s'diqim nominim se grupi që fitonte, ne kishim zonë banë, ishim perfekt. Ne ishim perfekt aty. Po ne e fitonim. Se ato do dorëzoheshin. Do dorëzohen ato, s'kishin kush. E bëri Vini atë. Na e bëri Vini, prandaj po them. Që edhe kishte dal nga loja. Mirë, po pra, një se erdhi domethënë tha se si duhet bër. Po që duhet lejuar, duhet kështu, po ti lavamani ishte edhe Vaska dhe këto po nëse mos jemi tyre kështu. Po mirë që lojë ato. Pastaj mos harroj që Fationi nuk e di nga e mori një sinjal dhe bram preu. Po me ato sinjalet si kuptoshim nëse si kemi kështu shohim nga mbrapa, ne jemi çik drejt, ne jemi mësuar vetëm drejt. Unë di atë gjitha. Se kemi qenë më sfëshor shifshim gjithë ne, po ti mëna nuk shifshet dot atë ishte. Na autonin do kamera. Edhe kështu ishte e bukur. Ka qenë dhe pjesa për shumë kur hapën e syze aty gjithë bonin si sigurisht gjithë shumë nga këto si aristokratë kështu çonin lanin dhëmbët gjithë. Ushtrini gjysmore çonin anë patetina prapë, ke pasur fleshin prapë. Hajde merr vesh tash ti kush I lau, kush I lau. Edhe s'marrohet Meri kur çote gjithë motor nerva se leshin pa gjumë shumë kështu. Kur po zbarte, u çote bërtiste herë. Edhe ikte te kuzhina vetëm kur vite pastaj shishën e longut këtu, edhe tonë patetina në 5 minutë, sa mund të ketë qenë ora atë tokë di, atë patetina është të jatë në krevat patetinat. Po nat për nat. Ato një dhe djathin e donte të sigurt. Po dhe djathin. Se unë bona ndava pastaj bëra javën e tretë duket që u nda ajo pjesa e buxhet kalova me meritor me Elnisën, po. Morëm suxhuke, morëm kështu. Keni marrë dhe Merin. Edhe Merin, po Meri vite Meris, nga që kishte qef shumë nga mbrapa. Domethënë ty gjitha ne të del Meri. Po m'del, menim dhe në nëndër të që. Po E lam vjetë do me thëmë shkrujti, ishte e fort, mesazhi I Merit, I them, po ku je ke unë fare? E më thot, ka marrë nga jugu, nga jala, thot, hajde, ata djekim fare. I dhe ta pjesë e jales, nga pjesë e këte që janë familjarët, nga pjesë e tjetë që orinia. Po së nuk u pata të takuj, nuk shkova. Isa I zonë. Ishe me gosti edhe? Jo me gosti, ishe me... E shef se të vjetë e gazën, se I kam qeftë dhe vatet a shi këto bisedat kështu. Ta shi, pa goca dalin, se të kemë prasu që edhe mas emisionit sot, për shumë dhe kemi shtyje, kemi bot dalin, varet se ashtu. Ose kemi njerës dhe ikim bashkës. Do vi dhe vetë? Po. Se tani do qoj, dhe ikim aty ku kam qenë me Meri, dhe mos të rastis atje. Po ne duhet ta konkretizojmë gjën. Mbarojmë të jemi mirë, bukur, të Emirat, orë nuk po e shohim. Mirë. Çat përqen të meritoni? Të meritoni përqen thjesht aty brenda kur filloi, nga që s'ishte I përgatitur fare, se kishte takuar njëri, kishte takuar para meritoni, domethënë, po jo për lidhje fare me parim, të takuar një herë. Edhe kisha kriju këtë përshtypjen që është tamam pjesë e këtyre çunave shoqërisë që ka mund të ngushtë. Edhe aty brenda pastaj kur filloi tash krijua kjo që ore këto po njifen, ky njeh kot, ky me Romeo kështu. Ato njifeshin gjithë. Po njifeshin gjithë, po thoya tash. Po bëshin film aty. Po fusha ore, po tall ky me mua, ne njofte, kemi fol mirë kështu. A është ky jashtë, s'është ky jashtë? Edhe javën e 2-3 e kuptova kur hoqim ne mikrofonat që flisim kështu, po janë Tereziti se jemi tamam me kështu gjëra të tilla. Aty pastaj, që aty kur jemi takuar jashtë pastaj me njëri tjetrin domethënë, edhe kemi filluar punojmë bashkë, punë për bashkë kështu. Me pushime kemi ik bashkë. Keni qenë, ha? Sa herë vjen të tjerë, për shembull rrim gjithkohës domethënë bashkë. Mos ja fut kot. Ai më thotë vetëm ty takoj. Kam pas konflikte edhe me Ilnisën. Ca herë kështu domethënë se nga që di që meritonin, thoshte Ilnisa, mos ma merrem qafë çunin me kështu. I thoshte, "Ore, ne po dalim I ftuar ne ti, po si se kështu di ke punët tuaja, po gjithsesi I ftuar." Edhe nga smoshi se rriqim me meritonin, ne diçim se meritoni s'ka qef dalë në përvendës, është I famshëm, nuk është si puna jon kështu, ne ishim jo I famshëm në rapuris. Po që Meriton, kam kriju. Ke thonë që vetëm ty takoj të doli sekret tani. Tashi, mund ka thonë tako mu, Gazi ka thonë tako Gazin. Ta shohim këtë radhë dhe lejmë kështu me plan me Gazin, këtë I bish telefonit. Tani kemi detyrim do buqin edhe të 3 herë këtu.
Ja bëjmë se zbëni tash. Vetëm se Pavarësisht se unë kam fol para 10 minutash me ty, se di ku ka fol Gazi. ke fol tani? Tash I the dojmë ke Gazi? Tash jo si kam thënë që jam te Gazi. Çfarë thon? Sigur të ma hapi direkt live. Merr në kamerë se ta hapaj. Te 8000 ka se të merr në kamerë. Po, ai s'flet pa kamerë. Po ka një të frikën se më përpara kush e mbyll njëri telefonin si hap. Tash ka një të frikën se më duket kush i bin kamerë sikur po ma faktoj që pe gënjej që s'jam këtu, meritoj me vetëm kamerë. Ja, të bëjmë me kamerë tani. Si kam vënë emrin? Meriton Casanova. Casanova, meritoj. Po për këtë kam bërë shert madh me një shoqen e vet, që e njeh dhe ti. Okay. Po se hapë si gjë meriton. Zakonisht hapë vetëm kur kanë ai gjë kështu se hapë. Kur është 100% merr vetë mbrapa, të marrë vetë. Po, sigur. E kupton ai. Me mirë se vipat e kanë edhe çik kështu. Po. Ai tamam me të vipa, se ne jemi thjesht shumë njerëz, njohim njerëz për çfarë, sa ish vip. Po çfarë thonë? Diskutohet. Ne kemi lënë tash takojmë në New York, do vi në New York tash. Do vi në New York. Ne kemi njerëz aty të përbashkët kështu edhe. Kalojmë çik mirë, s'kemi ne. Kur kam dhe unë shumë në New York, se kam ca fistat e mia, ca miqe kështu. Do vinë herë do kaloj një xhiro në New York. Me vizën e Hajdes. Dakor. Atje jemi mirë. Po them tash për shkak që jemi më mirë se këtu domethënë. Me pjesën e këtu vjen njëri mund ta nxjerrësh një ditë pastaj nuk e ku ta shosh mos e ka që në vendin këtu. Kurse atje jemi hap shumë. Ka pafund, ëh? Atje është ndryshe. Sidomos New York për mua është vendi më i bukur që mund të ekzistojë. Pavarësisht që kanë pa në botë to qytete të tjera kështu Londrën e këto, po ajo. Çam pëlqen dhe unë kur tregoje për ato vende të ndej, vende ku më theti mu në Knega Amerika Latine. Jo, Panama që ishte. Panama. Më tregoj çka. Janë vende shumë bukura ato, për shkak kur isha atje. Sidomos atë ke Mali që po më tregoje. Ishim po, atje te Mali domethënë ishin te pjesa që pam edhe kanalin e Panamas. Atje ishte super. Një nga gjërat më të mëdha që ka bë dora njerëzimit domethënë që ka bashkuar që anët, edhe aty tregojnë dhe historinë domethënë, është si muze, si kështu tregojnë historinë, kush ka punu, gjitha me radhë, kush e bëri në fillim. Edhe në moment që ti shef aty si kalon për shkakun një si ulen dhe ngrihet ato, por aty kupton çka ka bën njerëzimi, si ka shku, si lëviz gjithë të ujë, këto mekanizma, këto gjëra, është gjë shumë e veçantë. Pastaj pjesa e mirëpritjes, siç është në Amerikë Latine domethënë, Panamaja, janë këto vende të kam qenë në Honduras, Guatemala, kam qenë të dashur. Janë njerëz shumë dashur. Njerëz shumë dashur. Atje për shkak që në aeroport janë si mikpritsa. I shef që në fytyrë. Unë kam në Amerikë, në Amerikë për shkak gjua dytë zyrtare është spanjishtja. Që flasin gjithë ato. Saktë. Edhe të gjithë për shkak atje kur kanë për punë, për shkak gjithë njerëz qeshur. Por na edhe vendi atje është ndërtuar atje që gjithë kur dalin hispanikët janë good morning, hello, që janë shumë njerëz dashur. Krau tjetër pastaj kur ikën këto vende të ftohta që as mirëmëngjes gjermanikët nuk flasin, është edhe klima. Po qenë më shumë amerikanët apo latinët? Amerikanët s'e ka, se Amerika mendoj që s'ka amerikan tamam, gjithë janë të ardhur atje, po pjesa latinëve është gjë tjetër. Ta pra që quhen emigrantët e Evropës që kanë shkuar në Amerikë. Po, siç janë se edhe presidenti është gjerman aty Donald Trump, gjermanë është me origjinë atje. Vetëm fiset indiane ato s'ekzistojnë më kështu që po pjesa e vajzave me që pjesën e këto temë këtyre vajzave. Dhe që vajza latine është siç po shpjegoja, vendet e ftohta ka njerëz ftohtë, vendet e ngrohta ka njerëz ngrohtë, kështu që edhe vajzat janë ç'n diskutim. Po. Gjithmonë koha me diell aty, lind dielli. Kështu nuk kanë pretendime për shumë serioze. Mjafton ato janë shumë praktike. Ja, siç e vazhdova, se mbarove. Po që janë shumë pak kështu, thjesht ajo fiksimi, atë pëlqimi parë, s'ka nevojë, vetëm nëse ti pastaj jeni ai gjë që s'do, ke pasur të gjëra të tjera. Që lërë kështu, që si merresh vesh me ato në anglisht apo në anglisht, po sidomos spanjisht? Pjesa edhe një pjesa e këtyre latineve, edhe pa gjutjesh, mendoj që një nga të tipa që fare, ke parasysh që nuk di fare edhe me gishta edhe me kështu, që nuk i jep dhum, atje merret vesh. Ska të gjumë të trupit të gjumë, kështu që merren vesh mirë ato. Po na tregon ai gjë. Pjesë për shkakun, kam qenë shkovëm në Kuba, edhe ishte një dy shok. E po këto kubanezët, Kubanezët, por na dola tek pjesa e Kubës. Ku isha Havana? Në Havana shkuam në disa vende të tjera, atje mendoj që mund të shpenzosh çik për rrugën, se është rrugë gjatë, po pastaj është free.
atje pastaj është super si super. Si këtu kene, është lirë. Më lirë, po këtu jemi shtrenjtë ku krahasojmë. Jo, si kemi qenë ne. Okej, fiksi kemi qenë kot xhazit. Po. Thjesht kudo që të shkoje, kudo që ku diuna dhe pastruese, gjëra që kishte rreth çfarë, vetëm njerëz qeshur. Si është e mundur? Se janë të varfër. Po të varfër është se di, se edhe neve themi koha xhaxhi dhe lirë, po s'kan qenë njerëz do atje nuk e di është thjesht të qeshur ishin. Se kam arritur faktikisht, po gatrojmë kohën e xhaxhit, se kam arritur. Jo, po e le njeriu pa gjë, ta garantoj unë. Le pa gjë fare, vetëm ose mendoj që është pjesa kur janë gjithë njerëzit isoj edhe që s'kan shumë diferenca kështu që janë kënaqur me ato gjërat e vogla, me ato që kanë standarde. Që ti barazosh njerëzit vetëm kur I le pa gjë. Le pa pron, pa pasuri, pa ato, vetëm të kenë siguru mjetet e jetesë për të mbijetu. Dhe shohësh ti shkojnë mirë komshiu me komshiu, vllai me vllain, motra me vllain. Ato janë pjesa 8 me 5 të puna që kanë ato orare zyrtare, mbas asaj pastaj vetëm te pija, rumi, këto që janë pina kolata, ato pije që kanë ato atje. Shumë për Havanën para komunizmit. Ne kemi edhe konsullata atje. U qelloj që edhe konsullin që kemi atje, domethënë e njoh na kanë kemi takuar na kanë flasim bashkë. Po, se du ta bëj një në Havanë, një super vend I mirë, domethënë, këto Airbnb që janë kështu janë spektakël fare shumë mirë. Domethënë s'ke nevojë ti me u fut në për hotele në kështu. Varet edhe hotelin për shkak. Kështu rendi s'është Jo, fare. Që me që je ujë. Unë kam për shembull të gjitha këto vendet, domethënë me xhimin që kemi bërë nga njerëzit në vende si Dangerous, si me të ka fare nuk janë. Nuk janë. Shumë Panama s'kishte lidhje fare. Atje për shembull shifje 2 Atje do lloje për shembull. Bolivike qenë ja. Jo, s'kam qenë. Po. Domethënë Kolumbi kam qenë këtu vetëm Cartagena, nuk kam qenë ato vendet atje ku shkojnë këto që bëhen to fettat e studentëve këto kështu kam qenë rastisa. Se Panama është ngjitë me janë ngjitë me janë bashkë. Po vendi më I bukur nga këto është krau tjetër I Panamas, andaj ka Kolumbin, krau tjetër që është Kostarika. Ai është vendi më I shtrenjtë, po më I bukur që mund të ekzistojë Kostarika, po është shumë diferencë me këto pjesën e Honduras, si që janë këto gjithë të pjesët e tjera. Edhe janë vende interesante, Super vende. Njerëzit janë të garantuar që janë të qeshur. Po janë të qeshur gjithë ata, ta garantoj, e ka garantuar ai që e krijua atë njerëz. Po mos ikim ne, unë ti meritoni ja kërcasim ne. Po gati, jam pres atje, bëjmë dalesën në New York ose diku, takohemi direkt. E bëjmë ashtu e bëjmë. Unë gati jam. E bëjmë edhe me tur biles atje. Po s'ta bie herë se mos ta hap ty. Ja, kam telefonin aty. Se mos kam marrë në inat me mua se Ja. Më s'ta kanë gjuar akoma që filloj, ja s'pas kam marrë, ja. Ja provojmë. Bjerë edhe ja. Mos u bë keq për hapi. Jo, më çe. Ja pas ka shkruajt, jo bro. Si e kanë Tiranë? Ja ta shohim. Po në Tiranë s'është, po. Ja ta shiu ta hapi si shkolla Zilja është rregull. Sa të shofi ty kështu ke këtu, sigur qeshi me lart. Ja më mirë mos ta hapi, ti në barazim. Jo, ta hapi ty më çketi. Ta kem unë armë, ta kap. Unë ka që 3 zile gjithmonë, e di. Po mori vetë, ka do marri. Shofim tani. Ka do marri. Mu iku ja. Jo, tash shofim, se detyrimisht, logjikisht të marrë ti të parën, se ti ke rënë parë, varet tash. Si e kap dora. S'ka, ja kështu, thot kam zemër, dashuri e këto. Po dhe tradhia s'ka prind. Po ja, po I ka këto ai të shprehjes, ka. Apo I ka si shprehje. Unë e marr se mi thot vetëm mua. Pra na po ti ke vënë jemi Casanova ti, po na ka mund të se ka këtë shprehje. I ka. Jo këtë gjë. Për ndryshe s'ka si të jetë Casanova, është mirë saktë. Është shumë kështu. Është shumë friendly. Ka ca dhajca që ai më brenda mendojmë që ta bëjmë udhtimet e para se ta bëjmë. Të bëhet shumë ne të dalim me këto faqe kështu. Që uzu. Jo, këto e dashur e re. E pra që uzu, po, okay. Ti jemi kështu se sa jemi single sa. S'kemi gjëra në përdor. E ndajmë. Si ta bësh ti? E ndajmë po uzu, po. Ora si ta bëj për ty ne? Për ç'a? Që të vish apo ti janë rregull, ti do të shoqërosh. Unë a thet janë gocat pëlqyeshme të mira. Po, rregull, se flasim. Po pse valla? Më thotë kolim do vi dhe unë. Gati është. Po tani shkoshim atje, shkoshim edhe këtu Shqipë edhe kur nikë aty në Aruba me pushime me kështu. Edhe bo sigur tash mundohet flasi, po me italisht di ai, po anglisht e di mirë. Nëse se mundohet flasi, po tani të flasi kështu, e ke pasi flet atë itali me spanjisht të flasi kështu kërcej çështë ka qef. Çuditërisht nuk kuptojnë. Mami, s'u likom kështu si shok ato, kemi këtë marrëdhënie shumë friendly. Gjithmonë është. Edhe I thot mami, ora ta bëj Allah thot.
tjetë më mirë se mu, i jepi, thot, vazhdo, më si lekët mua dhe kështu, kurse koli, i thot, pa jo, thot, se unë se dita që si dhe be krasimin, unë, parli pra mirë, se s'ka më të mirë, thot, mësë më e kot. Riktu se e mirë, mësë gatra. Jo, po mirë, në atë moment kalohet oqeani, janë gjëra tjera, ti edhe gjaku ka i trysni tjetër ku shkon ande, pastaj e rëndësishme është si ndjesh. Po. Se për shumë, unë ndjem si gjini single atje. Po, e kuptoj. E kupton? Ndihesh dhe më i ri, se di si është atje, por sa brenda aeroportit ishte vetëm një shilliku, s'ke pa ne është, janë rëndësi vetëm. Të ndryshon. Mos ku bjen ai shi kështu dhe fillon të ndryshon moodi. Futesh mut tjetër, do ta lish atje. E hum atë ritmin e Europës me gura me gjëra, vetëm një shil atje. Bëhet shumë amazing, e ke parasysh? Fix, fillon ato, shumë del me kanatiera, me gota. U kry. Nuk thot njëri gjë, o njerëz, po kalut oqeanin, nuk quhet tradhti. Quhet tradhti? Ne s'po themi të kalon në Ylberin, ne themi të kalon në oqeanin. Kështu që jemi në rregull atje, nuk ka asnjë problem. Po Ylberi mundohet sa dush se kalon dot. Po pikërisht. Po janë ca që po kalu Ylberin Po pra, pa ata e kanë pa nëndër. Edhe kanë pas se kanë qenë kind. Çka kanë bërë ata? Kanë ndruar, kanë ndruar gjinin. Po mundohen e ke parasysh si puna makinave ti vjen kështu për të kursy impiante gjëra nga këto kështu që kursenet elektrike edhe. Shumë saktë. Pastaj nuk shkojnë mirë. Ora ndrojnë gjinin. Të gjithë futen tash te kjo pjesa të bëhen sa më shumë ekonomik. Po puna është s'bën dot siç është ajo. Ai ka dhënë provat ka 300 vjet që punon digjet mirë bëhet, kurse tash të treja janë ekonomik. E merr ti makinën, thu sa mirë, vetëm me elektrike në këne. Kur shkon e pagun aty 50 euro për ta kariku, thu po mirë më vlla. Mirë kisha me gazon. Fikse provova dhe unë këtë gjë. Ne ishte shumë shkohet tash ti, se vetë dëshime që doli, kisha marrë makinën e mamit, domethënë elektrike, te puna e konsumit. Shko ditë më shtrenjtë valla me ik deri në Sarancë sa me po pra makinën me këto. Ço bëhet? Po për çfarë e mora thotë? Mos e ne këto makina çu janë thjesht në provë, si ti njerëzit do shkojnë deri në fund. Sakt. Po doli kjo me ujë tani. Po me ujë, ka qenë dhe ishte një si dokumentar si emision për njonin që ka qenë një shkencëtar që shpiu këtu shumë herët, po iku domethënë e zhdukej. Po, që 1944, se ishte puna të harxhonin naftën ja. Po tani që po harxhon po mbaron nafta, kanë filluar me ujin. Po kur mbarojnë ujin? Kur mbarojnë, po tani shohim se si do avulloj ujin, si do kontestojmë prapë që ta bëjmë. Po çe vështirë është. S'do kenë rrugdalje, do ketë si mendon mas. Do ketë kërkesë shumë pastaj, këto të naftës do kërkojnë shumë pastaj, s'kan. Sidomos rinia ose këto pjesa e këtyre fëmijëve që janë me celular, këto që kalojnë për shumë 8 vjeçar këto, ka ardhur koha që tash këto më thoj za sherrë debate, këto gjëra që janë kështu, sikur janë moda, kupton to TikToker ato gjërat. Po. Unë s'jam me këtyre, por këto sikur janë modë, i shef gjithkohës ti për shkak që dalin në Facebook kemi që për lajme që kemi që lexojmë ato lajme, dalin këto gjërat. Çfarë thon TikTok dhe në Facebook, e kupton këto kuriozitetet e këto. Kurse koha që kemi qenë, domethënë që kam qenë unë djalë jot që më të mosh. Ju merr stërvitje. Ne kemi qenë stërvitje dhe këto nuk kemi pasur lidhje me këtë pjesën e këtyre. Se Gabrieli është një mosh me djalin tim, Rein, dhe të dy kanë qenë edhe bashkë në futboll, edhe në ekip, me një edhe në ekip. Edhe djeta koha bën milionë rasti se kam takuar dhe kam përqafu. Edhe sa desha ta thoja kanë pas një nga trajnerët që qenë bën milionë, që është djalë King, s'ka nevojë ta. E përshëndes me takova dje rastisht, edhe mboni direkt kështu dhe se si ta jep dorën vetëm që ta jep kështu fort dorën. Ju më dorën kështu ta çe ke shnosh ta mu. Se ke qenë fibre tash. Amerika, po ti të ka dash. Ka qenë kishte qeva ai, kishte atë. Po pa ai na shtytë neve që ti ishim ashtu në presion gjithkohës. Po kur të tregoj gjë për Bemilore më të fortën. Lutë futboll me çunat, ishte trajneri. Ndate me mua gjithmonë. Edhe zi me grushta me këta në ndeshje stërvitore. Me grushta thojta po zishim forte të sa leshim lojën. E mbamën me mu, edhe gjithmonë thoshte të zgjidhuni parë, zgjidhni këto dhe. Po pra dhe, merrte më të mirë. Merrte fillova natalitarët e vetaj. Edhe unë kam pasur natin tim se lesha mbrapa, ja. Po ja, se gjithmonë kjo të mbaqet thjesht edhe shtysën e mitit gjithmonë, që shumë mirë kemi qenë. Po ai pasionant i madh. Sidomos neve shkosh stërvitje me qef, çdo gjë që do ta bësh me qef, ne bësh tamam me qef. Mos e bësh marrë të shkollës në stërvitje. Se unë qeshja me lot, sidomos ndeshja stërvitore kur futej milionë mbrapa.
Që do fitonte Milore s'kishte shanse. Ja, s'po të lavs. Te shtëpia veti që te Dinamo aty po. Shiko, gol ta. Ja po të ishte offside. Ku e pe offside? Po se luni me dy piketa neve dhe hyni nga jashtë, hyni nga mrena. Si atëherë me ato me portat e vogla. Galu kemi qenë shumë periudhë. Ne kemi dalë te Manushi atëherë. Qenë kampion, super ekip. Jo, ai ishte ju ishit të zgjedhur, se zgjodhi ai. Si puna këtyre që po flas me ndryshimin e moshës që ka ndryshuar dhe koha tash është edhe pjesa e futbollit mendoj që edhe atëherë kemi qenë neve ka qenë çik më e vështirë me pjesën e kalimit të ekipit të parë. Jo të njifje të bëje, kurse tash mendoj që shumica trajnerëve po luajnë kalamaj shumë të vegjël. Kush e meriton, po shkon shumë kollaj dhe siç po shkojnë mirë edhe ekipet e Superligës domethënë në Shqipëri, po edhe kombëtarja e madhe që kanë nivel më shumë vogël. Ju e vujtët ju rat na qelloi domethënë ishte periudha. Ke eksperiment. Te eksperimenti. Edhe në bik qelloi po ke eksperiment, se ishin stafi i komplet atë. Po neve me bashkë me Rein me djalin ne na ka qelluar gjithmonë që në shkollën vjeçare, eksperimenti fillon. Ne na kanë kapë gjithë këto me eksperimentet. Në Petronin eksperiment. Imagjino kam shkuar shkollë, domethënë, marrën veçare te kolegji grek, edhe greqishten për ta mësuar. Sta dilin të tjerë, mësosim me greqishten. E bukur. Kujtohet atë kur ishte digja me top që ishte që na dhani lojë aty ke po sa me atë me meritoni që ndoshtar aty. Aty po niva vetë tamam si vërtona profesion aty po. Na rrafën. Ja po ashtu për shembull gjërat s'kishim në gjatë ditës. Ne për shembull na zetën e gjumi aty në komp. Pa, si s'flenim gjumë, s'kishte na kështu në organizim në gjë. Mendoj se ato fillojnë xixat që të vazhdonin shumë debatet. Ata fshin lojra 24 orë, ato. Po ne dishnim, s'luaj unë thoshta, s'luaj njëri, s'luaj tjetri. Unë kam luajtur gjitha. Ai Romeo i ka luajtur gjitha, Meritoni ka fituar gjitha. Po ku lutem që ishte ti mbrapa derës, duket që ti ka aty unë të morë me muhabet. Ajo unë Romeo që ti. Ajo e kanë bërë me ata. Se ka patë, tash më kujtoj loja, që po ishte ti, aty zoni gjumë vërtet ishte errësia aty po. Jo më burr. Kur erdhi Roza tha, "Ço se po ta marrim këta." Ta marrim, pas kena marrë aty pra. Jo, di çem keni marrë ju më. Ju e bët me shtyme, me shtyt. Çik. Pse ishe gjumë, unë ishe këtera, si ishe gjumë. O, sa fërë ka qenë e mbajmë. Edhe sa ka qenë, 5 e mjezit, e? Po, 100 lallës, s'kishe. Po ishte e forta se ju e fitut, po s'kishte qatë fitonit më, se u zbardh. U zbardh, marroj loja, s'kishte më. Se ishte puna të fjetit gjumë aty. Po, se ju kishte të marrë pjesën këte në pjesën këte. Po ti, aty ke 2 spektaklet bukura. Një herë, kur do me mashtru Romeo mu, edhe bën Romeo një bisedë me mu, dëgjoj. Ti unë kam respekt më të madh. Ata që bëjmë mu, kuptohen herë. Edhe ti tha ke respektin më të madh për mu, po unë du të shoh besimin tënd. A ke besim ti ke unë këtu? Kam besimin, tha Sheripa merak fare. Këtë gjë ta kesh sigurt. Jo, do ta provoj, tha, ma jep shamin dorë dhe unë do ta jap prap. Besimi është këtu. I thash unë, nuk ka nevojë ta jap. Zërës të kam dhënë dhe ti ma ktheve. Unë e di këtë gjë. Po po kemi fol aty. Po ishte 4 mjesë se kanë pa njerëz. Te kjo loja ka qenë e fortë sepse un kam gjetë shamite ekipit tënd, edhe im qefa. Po, edhe e gjeti Meri. Që s'po i gjeti dot, po i gjetat masi ne kishim gjetë, kishim marrë punë. Po pra. Po unë im qefa ato aty më qelloj që e di çka gabim po ti, që s'morët dhomat e gjumit valla. Po te si. Ky ishte gabim. Si pa ato, aty është logjika, ne veç ku morëm kuzhinë, mora me dhe kota nena. Për të gjumë s'kishim. Unë po të sa ka gjet Meri. Se Meri gjeti atë, gjeti ka të femra. Ato që kishte qenë. Edhe fort Meri. Sa ka gjet femra e Meri, unë i thash vrap, kapni atë. Ne lam foça unë se thashë, dëgjojnë ta. Po ne lam më fare, ne shkumorëm këto do rrim këtu në zonë bukë në palivë. Ngelet atje. Ngelet më tamam atje. Flet jashtë, kemi flet jashtë. Po, jashtë, kurse edhe e forta është se i mora edhe dushet unë, se ja mora Lisi. Po që nisi edhe laç, Jo, Lisi se pati menin, e la aty unë. Që voni kod thuk në aty mes që po lish. Po. Më e bukur ka qenë. U të shihën kujtohet ka shumë situata atje. Besohet që unë shumicën e këtyre se si kanë pas nuk janë fut, domethënë ti shoh. Po ajo tamam. Te jo se si eksperiencë e bukur për shkakun. Mendoj që duhet na herë të përshtatesh me shumë tipa si çishin. Sidomos kur i mendoj që i logjikoj çik ndryshëm nga jashtë kur i sheh për shkakun që do futen VIP në thojza, ke bërë siç është komplet ndryshe koncepti VIP-s që po krahasojmë ne këtu në Shqipëri me ato që është jashtë, domethënë, është nata me ditën, po prap
përshtatesh me këto që i sheh për shkak të flasin në televizion, në gjëra. Do thosha më në shumë njerëz emisiona, publik se sa njerëz publik prap mendon që janë shumë më përpara më kështu, por kur i shef aty brenda unë për shkak të kriju ide komplet kundërt. Se është ajo efekti, po. Efekti që ti po pyeta unë. Dikush to janë njerëz publike, është dikush që duke menu që palesian. Ishte komplet e kundërta, po sidomos qoftë aty brenda s'kisha kontakte me njerëz jashtë, kam pas me të gjithë, apo se kanë kriju komplet. Mendoj tash që ato kanë ardhur mu që kemi folë edhe gjëra tjera. Patjetër. Po jo, vetë fakti shiko, pse unë të kam përzgjedhur ty, që nuk është pak, se unë përzgjedh vetëm ata njerëz që kanë qenë vërtet simpatik. Prandaj erdha me vrap se e kisha. Por jashtë nuk i kanë perceptuar kështu. Dhe vetë biseda që bëjmë bashkë, dhe gjithë formimi që tregon ti dhe të kuptojnë dhe njerëz që ti je djalë i dalur, je djalë ke qenë talent futbolli. Na dalin nami, domethënë mas bikut kur dolëm gjithë aty komentet se unë se di e kishte shok që madhe këto, ishte çdo lloj komenti që dolëm mund të ke pas 1-2 nga ato të shit, po gjithë tjerët që ishin çum për shtëpi, martuar me zor më për çik. Çfarë thotë? Pa, jo, s'u martova, unë se kam lënë më veres tjetër, po. Mjaftoi që më ka dalë nami të paktën që çum për shtëpi, si ky s'ka. Deri ku e ke lënë afall, deri ç'a moshe? Unë them gjithmonë vitin tjetër, po se kam dhënë fiks. Po ta japësh fiks do japësh 2026, 2027, unë e jap vetëm vitin tjetër. Ke kohë, presim ja të kanë ai lup botëror. Po pastaj do ikim pa ikjer atje. Shkojmë mirë atje, çoj. Atë ti thu shkojmë Panama, shkojmë aty kam qefun, në Havana. Po Kuba më parë, se aty kemi që jemi mirë. Dhe nga aty pastaj lëvizim. Panama, Costa Rica, Kolumbin. Kolumbin, Se janë i rregullojmë ato biletat e mira, se në afër, lodhen shumë. U kry, do shka. Tash presim s'po na hap telefonin, ç'ës. Të na marri vet. Ai kur çoj po të kanë do e marrin vesh çka ka. Po tash ai do vi se ka vizë amerikane në rregull. Po e marrën vizën, se po shkoj ta marr tani pa urrit çmimet. Ti e ke. Pa jemi se ti kemi discount, por si ke moshën, ke qenë i vjetër aty në ambasadë. Me tërme? Po kështu mendoj se ti ke kap kohën ambasadave ty ne ke ne të këto ti. Ishte të mos ti që në Tiranë e rek, ne ke pas ato ti. Si këtu është afër, mi ne nga la Praga, nga më që ka la ma, kështu nga pas më në të ari, fat korçari unë. Se nga korça kështu i kanë këta. Po, edhe ati e shumë korçar në New York. Korçar, Vibran, janë që dominojnë. Dibra madhe dhe dibra kështu për shkakun. Unë tash atje mësova domethënë unë them drejtën Gjirokastër, që jam nga Gjirokastër dhe kështu nuk di të flas për shkakun. Mund ta bëj orë Lalin ai kështu Blonjaçe, Korçarçe për shkakun, di të flasë kështu. Ti mund të thosh o vëlla, po. Po i them këto për shkakun ca krahina i them, Dibrançan qish bajsh më herë nga Shpaja i kam mësuar kështu më. Po si çdo Gjirokastër se them të gjithë ato i kam mësuar, po Dibrançan e kam mësuar perfekt fare, e kam mësuar nga Dibra madhe. Ma merr çet çifte. Nga me që edhe po, gjitha të shi, edhe biles, kur më pysin atje që dhe në Amerikë, unë të thonë i dhe më Dibron, kam njonin aty që njifit e qikane, kam bi emër kështu, po men bi emërin aty, i thë jam Dibron. Jo, Dibron jam i thëmë, unë jam nga këte që për shtatën të marrin direkt e grupi, se nga Gjirokastra ku i bi, ku si bi. E ke mirë, se po ishe Dibron, nuk thonë as për gra me ta dhonë, se kanë frikë. Jo, më mirë. Por Dibrën s'kam gjuhë shumë, si di mirë këta, Po janë, Dibrant janë shumë... Si di mirë këta. Patriarkal. Po. Se Dibër thonë... Se Dibra madhe, Dibra votit, me ditë mirë këta. Dibër thonë merë, po mos jep. Po dhe në Gjirokastër thonë, jo, jep, po mos merë thënë Gjirokastër. Kështu thonë. Kështu thonë dhe në Dibër, po një lojke. Dhe të nëzjejmë të listën, kush është të merë, të shofim, ti dim, ti përshtas. Në ta që jeni, brezi juj. Qofim këto se dhe Vlorën kështu edhe atë kështu të shohin, që t'i bime... Po me gjithë atë goca nga gjithë rrethet, gjithë gocat janë të mira. Po s'ka pjith pa dera, gjitha ne ka kështu, po. Okay. Gjitha nde bëhen ka njerëz ato që janë njerëzit e inteligjencës, çdo vend ka ato gjithë të vet, ato punëtorët e vet, ato... Që gjitha kurva janë kurva, po... Ne do marrim kurvën më të mirë. Si është shpreha, na ka baston mos ja përmend emrin, një profesor Ilir Daja, ka baston se dilça me të kuqe, më thoshte, "Ore, po më ka thonë sot thoshte që s'do dalesh me të kuqe nesër. Ma më një gjë, vetëm kurva thotë që sa ashtu mëna ashtu prapë. Thoshte që dole me të kuqe me mos kemë më punë thoshte." Yes, u kënaqem. Po e mbyllim. Edhe se kam shumë gjëra për ta pyet. Po i bie që të vazhdojmë tani që dalim pak edhe me gazi me çaj lam tash se do vazhdojmë. Sot jena për jetë notë, ë? Po, inshallah s'kemi kështu njerëz të njohur rreth e qark. Unë i kam dhënë çik
Po do i marrim ato kapele që magazin duhet, se ka pas te Bigu, inshallah si ka rrua atje, ti vjen me kapele, sa dalë me kapele. Po, me New York. E mbajti Egla gjithkohës kapelen. Ta morën domethënë, se paske. Po pastaj diç ma drodhi tham, pas ka qenë kapelja meritonit. Allah, ti e mbajti si kapelen time, nuk e mbajti si të meritonit. Pastaj mbrapa Bigu të tha meritonit. Meriton na hyre nak gjitha ne. Po bune shumë meriton. Hajde, ju du fort, besoj, kuptoni që edhe Gabrieli ka qenë një personazh shumë interesant. Edhe për gjithë personazhet që folën për mendon te Bigu, nëse njëri ishte dikush për neve jo i përshtatshëm edhe treguam deri diku ato karakteristikat që kishin, gjithë i duam shumë, se gjithë jemi pjesë, kemi qenë pjesë e asaj loje, edhe i përshëndesim, i përqafojmë gjithë. Kazi s'po përqafoj se takova kur erdha. Ju dua. Faleminderit. Jeni shumë të mirë.